I dyti, 2026 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila shqyrtoi programin e punës kuvendit për periudhën 2 mars 10 prill 2026 dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 2 mars 20 mars 2026. Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 të rregullores, kur në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit harton vetë atë dhe ja paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Projekt programi automatikisht bëhet 3 javor. Dokumentet mund t'i gjeni në sistem. Kuvendi vendosi me votim të hapur miratimin e programit, vendos pra me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarin, pas diskutimit për jo më shumë se 10 minuta, një folës pro dhe një folës kundër. Ka folës pro? Folës kundër? Ta mbarojmë njerë të lutem. Folës kundër? Urdhroni. Zoti Bardhi. Zoti Kryetari i Kuvendit, Kuvendi i Shqipërisë në agjendën e tij duhet ketë vetëm një pikë që ju keni 2 muaj që e mbani zvarr, e të rishni zvarr, duke e kthyer Kuvendin e Shqipërisë, institucionin e vetëm botë që bëhet bunker ndaj zyrtarëve të korruptuar. Dhe kjo çështje është futja me urgjencë në rendite e kërkesës prokurorisë për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. E justifikuat shtyrjen fillimisht me kohën që kërkoi avokati mbrojtës 3 javë për të mbrojtur korrupsionin e Belinda Ballukut. Na that, pasi skadoi 3 javët e kërkuara, që do presim vendimin e gjykatës kushtetuese. Për 2 muaj t'i mbushët kokën shqiptarëve që një zëvendës kryeministre apo ministër nuk mund të pezullohet se gëzon imunitetin e deputetit. Morën përgjigje nga gjykata kushtetuese që pezullimi nga detyra 8-0 madje nuk hyn fare në çështjen e imunitetit as të deputetëve as të ministrave. Pas vendimit gjykatës kushtetuese thanë, nxorët një tjetër justifikim, do presim të zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe për 2 muaj jeni bërë pengesë për hetimin e korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Prandaj dhe nuk duhet bëhemi hipokrit, zoti kryetar, miratojmë kalendar e program pune, ku ky kuvend ka dështuar për 2 muaj të përmbush një funksion kushtetues në interes qytetarëve, siç është pranimi i kërkesës për heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Prandaj dhe deri në atë moment, ky kuvend nuk mund as të funksionojë normalisht, as të bëjë sikur ajo çështje nuk ndodhet këtu, dhe as na njoftoni që përmes një ligji keni vendosur të jepni mbrojtje politike kryeministit dhe ministrave nga veprimet hetimore të prokurorisë së posaçme. Jeni i vetmi vend në botë që miratoni një ligj për të mbrojtur veten. Dhe është në turpin e këtij kuvendi, po dhe të kolegëve të mi të mazhorancës, një pjesë për tyre nuk kanë asnjë lidhje me korrupsionin dhe nuk duhet pranojnë kurrë që të shëndërojnë këtë sallë në mburoj për të korruptuarit. Prandaj, zoti kryetar, në kalendar do duhet fusni me urgjencë heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, t'i hapni rrugë hetimeve të prokurorisë, t'i hapni rrugë çdo mase që kërkon prokuroria ndaj cili do që të shkojë dhe të përballet si i barabartë përpara ligjit për çdo akuzë që ngrihet nga prokuroria e posaçme. Ishit ju dhe keni qenë ju që për vite tëra na keni thënë se drejtësia e re po bën punën e saj, duhet lejuar të bëjë punën e saj e me radhë. Ditën që ju trokitin në derë, në parallomën e Edi Ramës fillimisht, pastaj në oborrin e shtëpisë së Edi Ramës me çështjen e Akshit, keni ndërmarrë një sulm të paprecedent ndaj sistemit drejtësisë, me veprime aktive për të penguar prokurorin. Dhe më lejoni t'ju sjell në vëmendje fjalët
e kryetarit Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian dje në Shqipëri, që i quajti këtë një test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Ose ky kuvend do ta luftoj korrupsionin, ose ju do të zyrtarizoni shndërimin e tij në bunker ndaj korrupsionit. Prandaj, ju lutem shumë, mos provokoni qytetarët, mos provokoni opozitën, lejoni që ky kuvend të përmbush në kohë misionin e vet kushtetues për t'i hapur rrugë heqjes si imunitetit të çdo zyrtari që akuzohet për korrupsion. Në rastin konkret bëhet fjalë për akuza që përfshin 1/4 apo 1/5 e buxhetit vjetor të Shqipërisë. Dhe është e paprecedent që ne kemi 2 muaj që tallemi me këtë kërkesë prokurisë, nxjerrim justifikim pas justifikimi për ta shtyrë sa të mundemi dhe për të fituar kohë. Sjellim këtu iniciativa që në fakt rrotëzojnë propagandën tuaj, se ju me propozimin ligjor që keni sjell për ndryshuar kodin e procedurës penale, që është tërësisht antikushtetues, keni pranuar një fakt, që me ligj prokuria dhe gjykata pasan pasur të drejtë. Zëvendës kryeministra dhe ministra pezullohet nga detyra, se po mos kishin të drejtë, nuk kishin sjell me ndryshu ligjin, që të përfshini zëvendës kryeministrin dhe ministrin. Atëherë për çfarë e vonua 2 muaj kërkesën e prokurisë? Që të vim në këtë moment na thoni po ne e dim që ligji e lejonte, po për 2 muaj donin të bënin mbrojtje politike për të mbrojtur një të korruptuar. Dhe vim tu sallë dhe sillemi se ku s'ka ndodhur asgjë. Se kur kjo kërkesë nuk ekziston, miratojmë kalendar e programe dhe miratojmë ligje që në letër duket se kur luftojnë korrupsionin, kur vjen rasti konkret e mbrojmë korrupsionin. Prandaj kjo që po bëni sot, duke miratuar kalendar e program pa trajtuar në kohën e duhur dhe me urgjencë kërkesën e prokurisë, është thjesht dhe vetëm hipokrizi. Që kështu ne jemi kundër kalendarit dhe programit punës kuvendit. Faleminderit. Kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, gjithsesi thjesht për t'ju sqaruar një gjë që ju vetë dini, nëse fjala juaj nuk ishte për konsum të opinionit publik, por realisht shprehte një shqetësimin tuaj, lexoni rregulloren. Përpara se të bëni fjalime patetike, zbatoni hapësirat që ju jep rregulloria. Ju nuk keni ndes, të lutem. Asnjëherë nuk e ke kontestuar interpretimin që kryetari i kuvendit i bën rregullores, që në fakt nuk ka shumë nevojë për zgjuarsi, sepse është e qartë. Ne kemi një afat në rregullore, veprimtaria e Këshillit Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve në asnjë moment nuk ka shkelur asnjë nen të rregullores, asnjë afat, jemi brenda afatit. Aktualisht, siç e dini, po dhe për informacion të deputetët që gjithashtu janë njohur, për pak ditën e hënë ne do të zhvillojmë mbledhjen e Këshillit Mandateve, pasi është respektuar e drejta e gjitha palëve. Këshilli i Mandateve Rregullores dhe Imuniteteve nuk është një organ vendimarrës, është një organ këshillimor. Jep këshilla, del me një raport ku pasqyrohen opinionet e të gjithë palëve dhe kryetari i kuvendit, kryetari i Këshillit Mandateve, është i detyruar të respektojë opinionet e të gjitha palëve. Ndaj mos u shqetësoni për rregulloren, nëse doni ta çoni në jo normalitet, misioni im është ta mbaj në normalitet punën e këtij kuvendi dhe padyshim do kthehemi te rendi ditës, te kalendari, programi, do votojmë, do fillojmë diskutimin e ligjeve si një kuvend normal i një shteti normal. Shumë faleminderit. Zoti Balla ka fjalën. Shumë që e pranon që u jeni palë në mbrojtje të korrupsionit dhe ne në luftë ndaj korrupsionit, por